Përshëndetje mi të dashur. Të ndëgjojmë Donika Gërvallën se çfarë çmontimi ja bën banalistave tonë që janë të shitën. Edhe veç punojnë keq për Kosovë. Që s'më i thu mirë. Kështu që mi të dashur, kush ka mundësi me ma bo subscribe në YouTube, follow, Facebook edhe në TikTok, ja vdishëm për faleminderes. Shkojna me videon, të ndëgjojmë, i lutëm, të diskutojmë së bashku. Gjithë ata që më sulmojnë në publik si anti-UÇK, duhet maten fort mirë, sepse mund t'ju dalë që historia t'ju tregoj, që kur unë kam kontribuar në luftën çlirimtare, si person dhe si struktur, disa të tjerë ende kanë qenë duke pi qumësht. Bravo, e njoni për këtyne, kretve, është mas shumë të është Lirimoviqi. Aja ka akuzu mas shumë të dja, parde nuk e di kur kënë debat plus. E kur ka kontribu kja për Kosovë, o Lirimoviq të je konë të pit qumësht. Halat susën e ke pasë në gojë. Shto që dhëtë me shra me tarë turp për vetë vetës si gazetarë. Që ti gazetarë si, s'ka shumë teorike. Shkojme që. Prandaj nuk është në rregull që të ripërcypen edhe nga ju si gazetar pretendime monstruoze të kota. Nuk jam dëshmitare Hagës dhe shoh një prej fatkeqësive më të mëdha për vendin tonë. Kuna i besu, ty, a kësa heroinës, nuk jam dëshimtare, edhe nuk është dëshimtare. Që e ke pa që në mbyllë, tonë e dim ku shëkonë dëshimtare dhe. Po, rruna zë. Në vend të gjërave që do duhet t'i merte përsipër drejtësia në Kosovë. Kemi pasur Euleksin, kemi pasur Unikun, nuk i kanë bërë, sot përfaqësues tanët gjykohen në të njëjtin vend ku janë gjykuar përfaqësues të gjenocidit serb. Gjykata speciale në Hagë e ka përmbyllur marrjen në pyetje të dëshmitarëve. Pyetini avokatët e të akuzuarve, ku figuron emri im? Pyetni avokatët e të akuzuarve në cilën fletë, në cilën dëshmi figuron emri im. Kërkohish. Është keq kur edhe fushatën kundër një ministri e bazon tërësisht në gënjeshtra. Pra, sot e tutje. Ape ndëgjoni, o jo banalista, si ka mundësi me konë ka gjak prisht, si ka mundësi në Kosovë me dalë ka shpiuna, ka shtraltar, rruna zë për juve, me janë gjitë njerit një sen që nuk e ka, këta veç Kosovë e gjanë. Edhe adini ku? Në gazetarit e Sërbisë, që janë mrena në Kosovë. Kjo është turpi i botës. Turpi më loftë. O shkavella. Do të marrë hapa ligjor kundër secilit që pretendon publikisht që unë kam dërtuar dëshmi në hap, apo po s'ki ku ankosh Donika, që inshallah Albini po bon diçka në prokurori se ku do më anku? Të kush? Këta e kam blek, këta bashkëpunim bashkë. Në ki problem, oj Doni? Jam dëshmitare në Hagë. Ndoshta nuk e kanë ditur në fillim të procesit, po sot gjithkush e din sepse trajtimi i dëshmive nga ana e akuzës ka përfunduar. Gjithkush e din që Donika Gërvalla nuk ka as kontakt, as dëshmi, as dëshmitare lidhur me gjykatën e Hagës. Është tjetër që fushatat bëjnë për denigrimin dhe faltosjen e personalitetit tim. Miq, e ndëgjut, është për keqardhje, dhe të vërtet është për keqardhje. Po, çfarë të bëjmë? Kjo është demokracia. Që shkojnë marrin parën Serbi, paguën për Serbis, edhe vejnë, bojnë dezinformata në Kosovë, për me përqa popullin e Kosovës. Për me
deputet e Kosovës për mi ngjit iftire që shtojnë fjalë popullore. Kështu që miq të dashur, ju përshëndes e natë mirë, kaloni mirë, mirë të takofshim në vit të radhës.